pse agjerimi e ka që shpërblim të madh, që kanë thonë? Kanë thonë pikërisht vetëm për një arsye. Për shkak që doza e sinqeritetit në agjerim është doza më e madhe që mundet me arrit besimtari. Në asë një adhurim tjetër nuk mundesh me arrit. Namaz është adhurim që shifet. Ku e di, vje keq, pe kujshis, pe fëmijëve kanë nerë për atë, valla ben xhami, po shkoj ben xhami se po shkoj këtë marrë, me një fjalë, çaq është ngrit standardi i shoqënisë, standardi fetar i shoqënisë, sa që marrë është mos më marrë në xhami, shkon te sahabët. Apo në një punë tjetër për shembull sadak japin këtë, e jep sadakën edhe pak më livdu, mundet, do të doza e rias, e syfaqësisë është e theksuar në adhurime tjera që janë që shifen, edhe në haxh, edhe atje, edhe këtu, do e tash për shkak që e prek që kjo doza e syfaqësisë zbehen si adhurime, ndërsa te agjerimi doza e syfaqësisë është shumë e vogël, sprek. Pse se kush bre nuk u trenu do të me ninu tan ditën e një muj ditë për syfaqësi, ti mundesh për syfaqësi, kush e din që ti ja xherush masje, çka bën shkon shpejt e prish edhe u kry mohabetin. E kur ti do të ja xherushëm tregon se e ki për një me këtë punë. Bismillahirrahmanirrahim. Ky seminar ka pas nevojë me më shumë në aspektin e çështjeve imanore të besimit, shtimit besimit të besimtari, por shpjegimet tona më shumë ju kanë të fokusuar me rreth hikmeteve, urtësive, fshehtësive, mësimeve prej cilat mundemi marr na prej 5 shtyllave të Islamit. Sepse jeni të vetëdijshëm, tash për shembull Ramazani, me filluan me fol për Ramazanin, krejt prej kur u bë obligim, çu bë obligim, për kënë është obligim, e kështu me radhë, çka e prish, çka e ndreq, është temë gjondot, një muj ditë hoxha ka me fol për këtë temë, sigurisht gjëre gjatë. Misioni jem sot është me fol para juve, edhe me mujt me rënjos, si me thonë, mendjet e juve, dhe në zemrën e juve, dhe në shpirtin e juve, vetëm aspektin shpirtnor. Do të Ramazani çka arrin të na me prek shpirtin tonë. Që kjo është aspekti. Morën mend një sen shumë interesant para se me fillu me i numru një nga një. Ramazani, apo agjerimi Ramazanit, është prej adhurimeve të veçanta, specifike, që Zoti Gjelle Gjelalu e ka përmend arsyeën e obligueshmërisë së tij në mënyrë direkte. Pak ka prej adhurimeve që në mënyrë shumë direkte, të pa kontestueshme, pa ndonjë farë dileme, do të nuk ka ndonjë dileme, thonë pse e ka bë obligim këtë e këta. Te Ramazani kur far dileme s'ka hiç, Allahu dhul xhelal e ka përmend vet arsyeën. Pra ajetin e famshëm që gjithë besoj e keni dëgjuar, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bë juve obligim agjerimi i Ramazanit apo ninimi, ashtu siç ishte obligim edhe para juve. Për çfarë arsye? La'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. Pra ka cek arsyeën. Këto po du me potencu një mesele shumë të rëndësishme që ju vyn një jetë, ju vyn edhe për debat me ata të cilët kanë dyshime, ku ta diun rreth Islamit e kështu me radhë. Cila është ajo? Islami, një pikave që është sulmu, edhe sulmuar vazhdimisht, është se Islami është fe dogmatike. Është dogmë. Çka është dogma? Dogma është kur diçka bëhet sy mbyllur azi, nuk kuptohet, pa e ditë arsyeën. Edhe armisht e Islamit në këtë pikë e sulmojnë edhe Islamin, edhe fen. Pse? Jo nis për feve të mëhershme, çfarë do feje merret të mëhershme, kanë elemente të shumta, shumë të theksuara të dogmatizmit, domethënë tamam janë dogma. Pse e bën ti këto? Valla nuk e di pse e bëj, nuk shka logjik, po çështo na kanë thonë përpara me bë, çështo e bëjmë edhe na e bëjmë. Edhe kur kanë ardhur janë munduar edhe këto me imponuar te Islami, ama nuk shkon. Nuk shkon. Pse nuk shkon? Sepse Islami nuk është fe dogmatike. A ka dogmë në Islam? A ka dogmë? Ka. Mirë pa, është dogmatike? Jo. Mundem me thonë shlirë, mundem me thonë që 99%, 99.99, sa du shtoj, veç 100% mos e qetë,
të ligjeve, të rregullave, të veprimeve që i bëjmë na si musliman janë të arsyeshme, janë të logjikshme, janë të kapshme. Mund më arsyetua kujt na do, ndash aty filozofit më të madh, ndash aty fëmijës më të vogël atje, mund më arsyetua është e logjikshme. Pse e bën këto? E bëj për çfarë? Ka arsye logjike. Ka arsye logjike. Mirë po, Allahu dhul xhelal kalon diçka të thjeshta, nuk janë pi bazave, nuk janë pi që nuk ka logjik. Nuk ka logjik, nuk ka arsye, do të arsye njerëzore. Për atë arsye, e pse i kalon këto? I kalon pikërisht për me sprovu imanin ton, a thu po dorëzohemi totalisht. A ka thonë Zoti xhelal xhelal çështo? A ka thonë pejgamberi alayhis sallam çështo? Po, unë ku më bë. Edhe nëse mua nuk ka më mërmenja, do të s'po mund me perceptu, s'po mund me përthaku, s'po di pse çfarë arsye po pe bëj çështo. Allahu dhul xhelal ka dashur me të sprovu ty o besimtar që apo dorëzohesh kanë herë edhe pa e kuptu bash. Apo je besimtar veç që ka thonë Zoti çështo po më bë. Për shembull, shumë e thjesht, e keni një gjithë këtë meselë e hoxhës ju sigurisht, Imam Aliu radhiyallahu anhu ka thonë, po të ishte feja me logjik, veç me logjik 100%, pa dogmatizëm me thonë, po të ishte feja me logjik 100%, sigurisht që mesteve, kur japmi meste në abdes, nuk i kishim dhonë meste për mikom, shpinën e komës, po i kishim dhonë meste poshtë shputës komës. Logjika e thot, mestet mi dhonë mi fshi çrapat, apo mestet mi fshi nërfuni. E jo mi fshi për me. A ka në e farë logjike me fshi mestin për me? Hiq, kur farë logjike s'ka? Hiq, qa pastrohet me ta? Kur gjë hiq? Dhe qështu? Veç, mi apo edhe u kry. Që kjo është ana aspekti që nuk kuptohet. Për shembull, me fal drekën pa zo, e akshomin me zo. A ka logjik diçka? Me bo me thonë dikush, pe jo besimtarve, pe jo muslimanve. Hajti, pse, spjegoma pse ndrekje falni pa zo, e në akshom me zo, e për njëtësi edhe në saba me zo. A mund një shpjegu me logjik? Jenë mënu do djetar, se me thonë, jenë mënu me nëzirë diçka po, ja, që kjo është ma e fortë, qa për thamë mëne, që kjo ma e fuqishme është, mi aftë shpjegu që, mere këta, këtë kanë logjik, ka arsye pse Zoti ka bo të liqme, po janë disa gjanat pakta që nuk kanë arsye, e një për ty në është edhe që kjo, për me kallëzu se, apo do më dorëzuti, bashkë komplet edhe nëse sa merr mendja bashkë do në çdo pikë. Këto do me potencu për me kallëzu që agjërimi është prej shtyllave. Krejt shtyllat e Islamit kanë logjik, pastër, fitre, natyrshmëri që e pranon logjika e njerëzve dhe kanë arsye për këta, është bo obligim. Shahadeti më e para, namazi, agjërimi, zeqati, haxhi. Krejt kanë arsye të lloj-llojshme. Po fillojmë nga dalë, inshallah, mi përmend disa prej efekteve, prej gjurmëve që lën Ramazani, apo me thonë edhe muna me ndryshe me artikulu, prej urtësive dhe do qëllimeve pse Zoti xhelle xhelalu e ka bërë të ligjshëm agjërimin për neve. E para prej tyne është, edhe kryesorave, është se përmes Ramazanit arrim me realizu apo me mri shkallën më të lartë të Islamin këtë rast, shkallën më të lartë që është ihsani. E përmendëm edhe dje, që edhe përmes namazit arrim me ushtru dhe me ndje dhe me përjetu shkallën e ihsanit, bamirësisë, virtytit, që është shkalla më e lartë e besimtarit. Përmes namazit e shpjegum dje qysh namaz besimtari komunikon me Zotin xhelle xhelalu. Mirë po dietarët kanë thonë se përmes agjërimit shkalla e ihsanit arrihet shumë lehtësisht edhe në maksimum. Ihsani përmes agjërimit më rrihet ndoshta edhe kur nuk e ki synim, kur nuk e synon, po domosdoshmërisht asi lloji i adhurimit është agjërimi, saqë ty të bën kohë pas kohe me mri ihsanin. Për shembull, je agjërushëm, kur jam agjërushëm, se me thonë, agjërimi është i vetmi ndoshta adhurim që është 100% i fshet mes teje dhe mes Zotit xhelle xhelalu. Kush qtin ty me në qëndru agjërushëm
në ditë e gjata të verës, e prej lodhjes, e raskapitjes, kush qëtin ty për shembull mos me prish agjerimin, mu më shef dikun. Po para njerëzve me nejt, ai agjerush mirë, Ramazan e ka bo Zoti mirë, edhe me shku dikun te shtëpia jote, me mbyll derën, e me pi ujë, e me u knashtu pi ujë. Kuta di, kush qëtin ty? Kush qëtin ty kur i agjerushëm, dënë me bo diçka, jo se jo më agjerushëm. Jo kështu. Do të jetu agjeru, edhe tash çkon menja te buka, çkon menja te uji, çkon menja te ku ta diun do të qefet e tua, jo se agjerush. Momentin që ti e flet që ta, ti dije pro që do të jetë ti e ke arrit atë gradën ose e ke fitu ato ndjenjen e përcjelljes. Ndjenjen e përcjelljes. Se na Zotën pse besimtar, pse musliman, pse njerëzit bojnë gjunahe, edhe bojnë shkelje, edhe se më thonë devijojnë prej asaj që është e drejtë, pse pikërisht se zbehet te ta do të çështja e mbikëqyrjes, e përcjelljes. Se me bo me pas besimtari konceptin e mbikëqyrjes së Zotit, edhe përcjelljes së Zotit ndaj tij, 100% në çdo moment. Absolutisht është e pamundshme me bo gjuna. S'mun, nuk munësh. Po zbehet, e harron, e qet në harres, nuk din çka, edhe e bën një gjuna. Përndryshe me pasin hatër çdo herë, Allah është më përcjell, Allah është më po, atëherë do të thotë e mrin gradën shumë të lartë të ihsanit. E përmes agjerimit, kjo shkallë pra arrihet lehtësisht, po dhe arrihet maksimum. Përveç se lehtësisht edhe në maksimum. Nuk po e zgjat më shumë këtë pikë, sepse ka do të disa gjëra tjera që lidhen me këta. Mësimi i dytë, apo gjurma e dytë, efekti i dytë, reflektimi i dytë që Ramazani e lën te besimtari, është arritja e gradës së takvallukut. Takvallukut. Pra, dietarët kanë thonë se Ramazani është shkaktari, apo rruga, apo mënyra më e mirë dhe më e efektive, më efikase që besimtari të arrin takvallukun, devotshmërinë. Për takvallukun ja vlen me fol pak, me bo një lloj përjashtimi tash për mos më një nga një mësimet, sepse unë jam i bindur që hoxha te ju e ka shpjeguar takvallukun në forma të ndryshme. Mirë po ja vlen pasi që është e rëndësishme. Allahu Dhul Gjelal me takvalluk. Para se me fillu me këto, po e bëj një definicion pak takvallukut se ja vlen, para se me fillu me çka është takvalluk? Takwa, devotshmëri. Prej gjuhës arabe, takwa, wiqaje. Wiqaje është mburojë. Ajo mburoja që e qet ushtari para armikut edhe mbrohet me to prej sulmeve të tij. Që kjo është wiqaje, mburojë. Hendek. Andaj takvalluk prej kësaj anës gjuhësore kuptohet edhe aspekti terminologjik fetar që i bjen me bo një hendek, me kriju një hendek, një grop të madhe mes teje dhe mes gjunaheve që mos me ratin to. Që kjo është takvalluk. Omerin radiallahu anhu, kër e kanë vetë, çka është takvalluku, e ka shpjeguar në mënyrë figurative shumë interesant. I ka thonë atij sahabiu që e ka pyet, thot, atë ka rënë herë me hec para në rrugë, para një vendi ku ka thera? Ka thonë, po, kom hec, në për male, në për fusha, thera ka. Edhe tash thot, çka bën thot kur ka përcel në një vend ku ka thera? Çka duhet më bë? Thot, runa mos po shkel në therr. Thot, nuk është vendi krejt me thera. Po ka aty këtu thera, runa edhe do të këshiri mos shkeli, mos të mbjen shputa e kamës do të për mi therr për mu dëmtu. Që kjo është takvalluk. Me një fjalë, ka mina. Vendi është i minum. Ka probleme. Allahu Dhul Gjelal të ka prun këtë dynja, me të sprovu ty, me të pase, apo e dëgjon ato dhe apo ruheshti prej veneve të minume ku i kalon Zoti Xhelel Xhelalu. Ato janë shirku me katë të kështu me radhë. Që kjo është takvalluk, pra ruhesh, jo nuk bën këta me bë, se rrezik, jo këta nuk bën, edhe ka përcen, deri sa të mrimit e caku. Mirë po është një definicion i një tabi të njohur, Tarikh ibn Habib, më ka pëlqyer shumë. Shpesh e përdori edhe tregoj te xhamati.
edhe me morën me këto se është më rëndësi. Ka thonë, çka është takvallëk? Takva, devotshmëri, ka thonë, është en ta'mala bi ta'atillah. Të veprosh në razi, do të në nështrim ndaj Zotit, të veprosh duke adhuru Zotin. Mirë, po jo vetëm kaq, ala nuri min Allah, me argument për Zotit. Me adhuru Zotin, me argument, jo pa argument, me argument, tërgju thewab Allah, duke shpresu shpërblimin e Zotit. Kjo është ana e parë, o en tetruke ma'asijet Allah, dhe ta lësh gjunahun, mëkatin ndaj Zotit, ala nuri min Allah, me argument për Zotit, të khafu iqab Allah, duke ju friksu dënimit ti. Që kjo është takvallak. Pra jo vetëm me na mujt një anë, sepse dikush mendon që takvallak është vetëm do të shpeshherë kjo nuk balancohet mirë. Shkon vetëm ka adhurimet më shumë, mirë po do të është neglizhent është ndaj disa gjunave. Ose dikush vetëm ruhet, e ka anën e rujtjes, e ka shumë të theksume, nuk e bën do të mashallah për to. Mirë po ka ana e adhurimeve çalon, është leksht. Jo, kjo është e balancuar. Me i lon gjunahet edhe me i kry obligimet që i kemi ndaj Zotit Gjelle Gjelalu. Pse është e rëndësishme takvalloku? Dashta me shpjegu në fillim, pse duhet pak me fol për to, sepse takvalloku është ai vasijeti, porosia, këshilla që Zoti Gjelle Gjelalu ja ka dhënë gjithë njerëzimit. Shikoni, Allahu thonë në Kur'an, ja ejuhan nasu ttaqu rabbakum. Këtë ajet e keni dëgjuar në hutbë dhe besoj që e dini përmeç, arabisht. Hoxha se të hutbë ja nis, inna alhamdulillah, ja ejuhan nasu ttaqu rabbakum. O ju njerëz, ittaqu rabbakum. Keni frikë Zotin e juaj. Por ju është drejtuar Allahu dhul xhelal krejt njerëzimit. Pastaj i ka veçuar në mënyrë interesante do të disa prej llojeve të njerëzve. Çka thot Zoti xhelal xhelalu? Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ne i kemi porositur ulul kitab, ata cilët kanë pas librin, pra të krishterët dhe çifutët, i kemi porosit që ishin para juve, edhe juve gjithsesi po ju porosisim an ittaqullah, që të keni frikë Zotin xhelal xhelalu. Allahu dhul xhelal në mënyrë të veçantë specifike i drejtohet vetëm besimtarëve. Tash jo njerëzve, jo ehlu kitabit dhe besimtarëve, tash vetëm besimtarëve. Ja ejuhalladhina amanu taqullah. O ju që keni besuar, keni frikë Zotin. Allahu dhul xhelal i drejtohet me këtë porosi në mënyrë direkte vetëm pejgamberit alayhis salam. Subhanallah, shumë interesant është. Ja ejuhan nabiyyu taqillah. O ti pejgamber, ki frikë Zotin. Ki frikë Zotin. Je i devotshëm ndaj Zotit xhelal xhelalu. Ky vasijet, padyshim që ka qenë edhe vasijeti i pejgamberit alayhis salam që i ka këshilluar shpeshherë shokët e tij. Shpeshherë hadithet janë të njohura, usikum bi taqwallah, ju këshilloj, ju porosis me takvallëk, me devotshmëri. E frytet e devotshmërisë janë të shumta, unë po i përmendi vetëm shkurt. Allahu dhul xhelal thot: "Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ai i cili tutet Zotit, Allahu atij bën rrugdalje. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, e furnizon ka ai nuk e kujton hiç. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Keni frikë Zotin, Allahu do t'ju mësoj, do t'u mësoj hajrin, do t'u mësoj drejtën. Allahu thot: "Inna Allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun." Allahu është me ata të cilët e kanë ndruar ata i friksohen, po dhe janë bamirës. Inna Allahu yuhibbul muttaqin. Allahu i don të devotshmit. Po këto kanë qenë janë disa prej fryteve, disa prej atyne rezultateve që ne i vjelin prej takvallokut. Andaj Ramazani, agjërimi, në mënyrë më të mirë, në mënyrë më të shkëlqyeshme na mëson çysh më kon të devotshëm. Allahu dhul xhelal thot, e ka përmend këtë arsye. E kemi bë obligim Ramazanin për ata që ishin për ju edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të jeni të devotshëm, ta arrini gradën e devotshmërisë. Mësim tjetër, efekt tjetër që Ramazani ka te besimtari, padyshim që është efekti i sinqeritetit.
i qiltërsisë, i pastërtisë shpirtërore. Mëse përzini, ata të parën me këto. Ajo e para çka është? E para është vetëm aspekti i mbikëqyrjes. Me një fjalë, përmes Ramazanit ti e fiton dhe e mbjell dhe e kultivon edhe e ushtron. Do të çështjen e mbikëqyrjes, se je i mbikëqyrur. Prit, mos bën diçka se je i mbikëqyrur. Ramazani to ta jep. Mos pi ujë se je i ninushëm. Mos bë këto se je i ninushëm. Ndërsa sinqeriteti është diçka tjetër, është diçka më specifik. Tash këtë rast e thash pak më herët, po do edhe një herë me elaboru. Kush është ai që pak me pas njoll të syefaqësisë, pak me pas dozë të shirkut, me bu për diçka për dikon për syefaqe, e prish me Ramazanin, nuk ninon. Veç pak me pas dozën. Po këto shfaqet ajo doza 100%. Për hir të Zotit xhela xhelalu, ti je në gjendje me bo sabër, je në gjendje me duru për Allahun dhul xhelal. Për këtë arsye Muhamedi alayhi salatu wasalam thot me një hadith: kullu amal ibn Adam lahu. Kjo hadithi është i përbën për dy pjesëve, interesant. Me një transmetim do të ka ardhur në mënyrë të shkëlqyeshme, do të si është detajzuar. Hadithi ka dy pjesë. Një pjesë është fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një pjesë është fjala e Zotit, hadith kutsi. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kështu: kullu amal ibn Adam lahu. Çdo vepër e birit të Ademit është për to. El hasanatu bi 10 amthaliha. E mira shpërblehet me 10 fish ila 700 do të dhëf deri në 700 fish. E mira shpërblehet prej 10 deri në 700. Kjo është fjala e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ndërsa fjala e Zotit është illa as-sawm, përveç agjerimit. Përveç agjerimit, Allahu ka thonë, fjalë kutsi, hadith kutsi, Allahu ka thonë: fa innahu li wa ana ajzi bihi. Me një transmetim, wa ana ajzi bihi. Pra, përveç agjerimit, ai është për mua dhe unë shpërblej për ta. Unë shpërblej për ta. E tash që to është një meselë pak, është mirë me shtjellu pak, ma gjatë. Dietarët kanë thonë se çdo punë, çdo vepër që e bojmë e ka çmimin e vet. Ka çmim shpërblimeve. Namazi i sabahut ka çka shpërblime. 1 milion shpërblime. Namazi drekës i ka 2 milion shpërblime. I kindis, i akshamit, i atësis, ka nuk do të ka çmim të vetin. E fal, i merr sot çmime. Se fal, do të ki dënim. Lexon Kur'an, për shembull, ka un hadith, me lexu Kur'an për çdo shkronjë 10 sevape. I njëhen shkronja çka sevape, edhe do të i merr sevapet. Krejt punë këtë dynja e kanë çmimin e vet. Përveç sabrit, e këto dietarë kanë shti edhe agjerimin me këtë hadith. Përveç sabrit, sepse për sabrin Zoti xhel xhelalu ka thonë: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Me të vërtet, që ka përforcu Zoti xhel xhelalu, innama me të vërtet, durimtarët e marrin shpërblimin e tyre pa hesab. Pa llogari, nuk ka çmim për sabrin. Edhe për agjerimin në këtë hadith, ku Zoti po thot përveç agjerimit që ajo është për mua dhe unë shpërblej për to, edhe këto dietar kanë thonë që agjerimi nuk ka çmim që vlerësohet. Allahu dhul xhelal është ai që e merr përsipër shpërblimin për to. E na e dim, prej asaj që tash po e bëjmë një krahasim, ne e dim që nëse kemi në garë ku ta diun, edhe tash shpërblehen garus që kanë marrë vendet e ndryshme. Mirë, po njëri për garuzve u kon diçka jashtëzakonshëm, po i pakrahasueshëm, nuk bën hiç as dhëç as hiç, nuk bën mu krahasu me ata që kanë qenë, edhe çka bëhet, ai kryesori që i ka organizuar garat atë, ose tash në këtë rast udhëheci i vendit që është i drejtë, ai thotë, këto mos e vlerësoni mesin e garuzve, këto unë e marr me shpërblim, unë e shpërblej vet. Do të thënë kështu në dynjat është, thonë, tash kjo kur është problem, tash mo ato çmimet që i kanë gjitur për garuar vendin e parë, vendin e dytë, tretë, ato janë caktuar, do të janë shumë të kufizuar. Nëse ai është problem shumë, çfarë është Zoti xhel xhelalu? Hasha lillah, do të lejse kemi thli i shej, Allahu nuk i ngjason asgjë, po merrem me mend kur Allahu xhel xhelalu i plot fuqishmi, ai e merr përsipër me të shpërbly për agjerimin. E shpërblimi është pa kufi. Po duhet sa më përmend se është interesant. Sigurisht e keni dëgjuar hadithin e atij që është i falimentum.
Kur I ka pyetur pejgamberin, kush është I falimentuar mesin e ummetit tem? Sahabët e kanë nisë me thonë ai që s'ka kështu, ai që s'ka kështu, ai I falimentuar ka pas diçka, po I ka hub krejt, s'ka më kur gjë. Pejgamberi alayhis salam thotë, I falimentuar është ai që vjen ditë gjykimit me këto e me këto me namazën me këto. Mirë po vinë njerëz që ju ka hinë hak, mirë po I ka bo këto e ka bo, këto e ka nënçmu, këto e ka rra, këto e ka vjedh pasunin, këto e ka mbyll këto. Atëherë çka, secili prej tyre ja merr të mirat derisa ati I harxhon këtë mirat, ndërsa rendi hala është që ky ka hinë njerëz në zullum, në hatër, në zullum, atëherë thot I mirën pejt këqijave tyne e I qitin këtij rëndohet edhe më shumë edhe hudhën në zjarr. Çiko është I falimentum, dietarët kanë thonë kuptimi I këtij hadithi që krejt veprat janë të birit Ademit, kanë shpërblim, kanë çmim, përveç agjerimit, kanë thonë që pe agjerimit s'u merr. Është një komentim, është një interpretim, që ne po kemi qef, se më thonë, se po na konvenon tash, po kemi qef që ky interpretim më kon, sepse do të me kallëzu vlerën e madhe që ka agjerimi. Te agjerimi, ata që janë të prind në ren për hiset tonde nuk marrin. Inshallah. Çaq ka shpërblim të madh, sepse e ke bu për Zotin xhela xhelalu në mënyrë të sinqertë. E tash kur kanë ardhur me shpjegu pse agjerimi e ka ç't shpërblim të madh, çka kanë thonë? Kanë thonë pikërisht vetëm për një arsye, për shkak që doza e sinqeritetit në agjerim është doza më e madhe që mundet me arrit besimtari. Në asnjë adhurim tjetër nuk mundesh me arrit. Namaz është adhurim që shifet. Ku e di, vje keq, pe kujshis, pe fëmijëve kanë nerve atë, valla në xhami po shkoj, në xhami se po shkoj këtë marrë, me një fjalë, çaq është ngri standardi I shoqënisë, standardi fetar I shoqënisë, çaq që marrë është mos më marrë në xhami, shikon te sahabët. Apo në një punë tjetër për shembull sadak japin këtë, e jep sadakën, edhe pak më livdu, mundet, do doza e rias, e syfaqësisë është e theksuar në adhurime tjera që janë që shifen, edhe në haxh, edhe atje, edhe këtu e tash për shkak që e prek që kjo doza e syfaqësisë zbehen si adhurime, ndërsa te agjerimi doza e syfaqësisë është shumë e vogël, sprek. Pse se kur kush bre nuk u trenu do të me ninu tan ditën e një muj ditë për syfaqësi, ti mundesh për syfaqësi, kush e din që ti ja agjerush masje, çka bën shkon shpejt e prish edhe u kry muhabetin. E kur ti do të I agjerushëm tregon se e ki për një me këtë punë. Mësim tjetër po e përfundoj me kaq sepse nuk me një fjalë që kjo pika ka edhe shumë çka flitet të puna e syfaqësisë o burra me hi me të vërtet është një temë që ndoshta kemi nevojë shpeshherë me fol për to. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë akhwafu ma khafu ala ummati ash-shirku al-asghar. Frikën më të madhe që e kam për ummetin tim është shirku I vogël. Ka thonë, ja Rasulullah, me shirku al-asghar. Çka është shirku I vogël? Ka thonë, er-rija, syfaqësia. Tabiin, selefit partë, kanë thonë, nuk kemi gjetë diçka më të vështirë për shpirtin ton se sa syfaqësinë. Ta mëne kemi qërënjos për një vendit. E kemi po që ka dalë, ka qitë kry. E kemi qërënjos, kemi luftu, e kemi bo për hirtë Zotit. I mirahatu për ati vendit që mo që tënë, që të pikë, që të punë. Nuk ka syfaqësi, veç kër e kemi po, e ka qitë kry dikun tjetër. Ta mon jenë namaz vendos që për shembull I vendos që namazin e sabaut mos më tik në xhami ose në shtëpi hiç mos më tik. Vendos që ku ta diun me dhon dikuna minimum, vendos diçka me bë, do të e shet që kadal do të jo me përmendje, jo me ku e diun e shet që zbehet ka një çaj adhurim pse nuk ta përmend dikush, I ndihmon dikujt nuk ta përmend, e ke pa mo që e ke lon, dije që çto janë ato shenjat e syfaqësisë. Se me bo me pas 100% sinceritetin, qatë punë që e të e bo, ti nuk zbehet puna jote, edhe pse dikush nuk të livdon, edhe pse këto janë të kërkume normal për tjerëve, mirë, po ty nuk të pengojnë. Nuk ka asnjë arsye për me të pengu, sepse sinceritetin e ki të Zotit xhela xhelalu. Na me hoxhallarët shpeshherë kemi qef me përmend një prej haditheve që është Hoxha ka përmend sigurisht një prej haditheve që është ndoshta prej haditheve më friksuese, më tmerruese për hoxhallarët në këtë rast, për ata që bartin misionin e fesë, ku pejgamberi alayhis salatu wasallam thotë xhehenemi dhezet me 3 persona. Fillon me udhëz me 3 persona. I pari për tyne, ai që
ka shku në luftë, ka luftu. Në luftë ka luftu. Kundër armikut. Pse ke luftu? Vjen te Zoti, pse ke luftu? Ja Rabbi kum luftu që me për hir tondin, për me ngrit fjalën tonde. Ke dhebt, Allahu thot po gënjen. Ke luftu me të thonë trim. Ke luftu me mrin nam. Ke luftu, ja për mend arsyet. Edhe hudhët. I dyti, ai që ka dhënë sadak. E ka shpenzu pasurinë e tij, do të për të mirat e Islamit, për të mirat e njerëzve. Vjen ditë gjykimit, Allah e vet, për çka ke dhënë pasurinë? Thotë ja Rabbi, thotë s'kom lënë derë të hajrit, vetë se kom dhënë. Po gënjen. Ke dhënë me të thonë, do të bujar. Me thonë, me të livdu, për syt njerëzve. Edhe i treti që na prek neve o xhallarun në këtë rast, thotë vjen ai që u ka mësuar njerëzve dijen, ai që e ka lexuar Kur'anin, ai që u ka mësuar njerëzve Kur'anin. Edhe vjen para Zotit thotë, Allahu vet, për çka? Për çka ke bëu këto? Ja Rabbi, ta'allamtu al-ilma li'u'allimahu wa 'allamtuhu. E kam mësuar dijen që më mësu të tjerët, edhe u ka mësuar dijen të tjerëve. S'kam lënë dikon që e kam pa të arsye, veç e kam mësuar, e kam lexuar Kur'anin, ja kam mësuar të tjerëve. Ka dhebt. Allahu i thotë, po gënjen. E ke mësuar dijen që ke pas synim më drejtu gishtat ka ti. Me thonë filani, kështu në filani që ka boni. Për sy farsi, me të pa njerëzit. Edhe u akem Kur'anin e mësu kështu. Ebu Hurajra radiallahu anhu, transmetuesi i këtij hadithit, që thash, çaq shumë është prej këtij hadithi, sa herë që e ka transmetuar, thuhet që i ka rrotë fikt. I ka rrotë fikt për të mirë që e ka përjetuar, sepse sikur e ka konsideruar veten që mundet më kon njëri prej tyre. Tregohet, hoxhafeni, edhe ju të gjithë, tregohet se Muawiyu radiallahu anhu, kur është bërë khalife, ka hyrë njëri prej sahabive të haj pallatin e tij, edhe i thot hadithni bi hadith, tregom një hadith, ja ka treguar ç't hadith. Çat shumë thonë është prek Muawiyu radiallahu anhu për këtë hadithi, saqë thonë ju ka lag mjekra prej lotëve, edhe trupi ju ka lag prej lotëve, edhe vendi do të thonë është bodot prej lotëve, çat shumë që nuk është ka mujt munal Muawiyu radiallahu anhu prej asaj që është ndiku për këtë hadithi, saqë thonë ushtarët ju kanë afruar këtij transmetues çka i bën ato ti udhëhecit ton. U kon kohë fitneve, kanë mënuar që i bënin diçka. Çat shumë që është ndiku. Andaj ky hadith është një prej haditheve do të shumë, do të që friksuese, mirë po, mësimi prej tij do të më qenë që çdo herë më mundu sa më shumë më kon sinqert. Edhe një mësone që frika prej syfaqësisë nuk duhet më ndal prej punëve të hajrit. Sepse shejtani e përdor këtë element. Ja thot mëse bëhet se aty ka njerëz të shohin tanaj mundën me ran se farsi leket mëse bën, edhe do të ka njerëz që bin prej në kurth të shejtanit, edhe nuk e bën në diçka. Jo. Me vendosmëri për hir tonin ja Rabbi. Për atë arsye shpesh herë është mirë insani, është mirë besimtari me bisedu me Zotin xhela xhelalu. Mi ju lut atij dhe mi ju përgjëru atij me fjalë shumë të sinqerta. Ja Rab, po du me bëj çeta. Ja Rabbi ndihmom. Ja Rabbi veç për hir tonin me bëj. E di që mundem me pas cytje për mu lavdrue për kështu, për hir tonin me bëj ja Rabbi. Ndihmom më koni sinqert, atë Allahu ta jep sinqeritetin. Dietarët kanë thonë, kemi filluar në fillim dietarët e hadithit, i tyre shumë kanë thonë që kur kemi filluar në fillim me kërku hadithin, se kemi pas për hir të Zotit. Interesant e kanë shprehë këtë qartë. Pse? Është një farë trendi, do të më bo muhadithin, më bo hafizat Kur'anit e kuta dion, edhe do të paqari ja kanë mësuar këtë, mirë po do të ja kanë analizë mësu hadithe, kur e kemi pa që kur kemi ditur çet hadith, kur ata këto, atëherë thotë e kemi bë për hir të Zotit. E kemi kthy, jo po bëj kanë ndryshe. Edhe e kanë përmirësuar jetën, edhe e kanë bë për hir të Allahut dhul xhelal. Në rregull, mësimi i katërt që e marrim prej Ramazanit, prej ninimit, prej agjerimit, është se agjerimi na mëson dhe na mbjell, ndoshta edhe na rrënjos thellë në zemrat tona dhe në mendjet tona në nështrimin e plot ndaj urdhnave të Zotit. Të mëson ty, të kalit, të ushtron çysh duhet më nënshtru ndaj Zotit, ndaj fjalës së Zotit. Ka thonë Zoti çështo do më bë. A keni një për shembull dikush më nis me ninu Ramazanin ninat përpara. A keni një? Jo. Se po s'bën,
Se nesër duhet, nesër Ramazan është. Ose a keni një dikush që ninon në ditë Bajramit? Jo, pse s'bën? Se u kry Ramazani, u kry. E që kjo është mësimi i madh që e merr besimtari që krejt jeta e tij ç'është është. Po na do të nuk e dimi. Na do të vetë e marrim vetëm ato protokolle, vetëm ato adhurimet e mëdha, që ç'është të më apo e njëjtën e përditshme ç'është dushte. Jo, nuk ka ç'është dushte. Edhe njëjtën e përditshme duhet njëjtë. Ç'është ka thënë Zoti? Hoxha më herët foli për haxhin. Krejt ato veprimet e haxhit do të mësojnë që të mësim. Pse kanë ardhur sahabët me vet? Ja Rasulullah, e kom bëu kështu, më bëu kështu, bënja kështu, atë ja bëj kështu. Pse për Krisht do të dhe me që ti je i koordinuar, ti duhet me ecë sipas koordinatave. Do të bën me bëu këto, s'bën me bëu këto. E Ramazani na mëson këtë mësim të madh. Allahu dhul Xhelal kur fol për Ramazanin çka thot? Wa kulu washrabu. Hani edhe pini. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hani edhe pini. Derisa të bëhet e qartë për juve ai pani midis të bardhës edhe të zezës, pra ajo vija e horizontit midis havas edhe tokës, derisa del agimi i qartë, agimi i vërtet. Hani edhe pini deri çaty. E masani nuk bën. Demek çto është? Tash do të më lën syfyrin. Nuk bën me hongër, se deri tash do bën me hongër, tash nuk bën. Pa bën me hongër një minutë para iftarit s'bën me hongër. Pse tash që kjo është mësimi çto është? Do të komand, rregull. Duhet më nështru. Ka thonë Zoti, ç'është më bëj, ç'është ja bëjmë. Pejgamberi alayhis salam thot hadith, sumu li ru'yatihi. Agjëroni me pamjen e hanës. E shihni hanën që është nesër Ramazan do të më kon, do të filloni agjërimin. Wa aftiru li ru'yatihi, edhe prishni agjërimin, pra kryeni agjërimin me pamjen e hanës. Nëse nuk mundi me pa, atëherë plotësoni 30 ditë të Ramazanit, edhe kryeni do të muajin e Ramazanit. Pra, a peshini do të krejt është rregull. Një ditë përpara nuk bën me ninu. Një ditë mbrapa nuk bën me prish. E kështu me radhë, pra kjo e mëson besimtarin që është nën përgjegjësi, duhet me mësu që duhet me hec sipas fjalëve të Zotit xhelle xhelalu. Gjithashtu mësim tjetër është forcimi i shpirtit të ummetit. Për Ramazanit besimtarët çka mësojnë? Ju forcohet, se më thonë ajo ndjenja e vllazërisë në Islam. Pse? E din që krejt muslimanët nesër janë ninushëm. Krejt muslimanët ninojnë. Krejt muslimanët bojnë iftar. Krejt muslimanët bojnë kështu e ashtu, e kjo ta ngjall atë ndjenjen e krenarisë edhe të vllazërisë. Allahu dhul Xhelal ka thonë për këtë ummet: "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum." Subhanallah, subhanallah. Çfarë lavdrimi ka bëu ummetit. Thotë: "Wa inna hadhihi ummatukum." Me të vërtet i këshira komentet për kthimet të këtij ajeti interesant. Nuk e di, nuk arabisha shumë e fuqishme, shumë e hatashme, s'po mund tash gjithat thest madh të arabishtës me shtimin e strojës të vogël të shqipës. Po shumë problem. Allahu thotë: "Wa inna hadhihi ummatukum." Me të vërtet ky është ummeti juaj, feja juve. Ummatan wahida, është ummet, është një ummet i pranuar, unik, nuk ka kësi ummeti. Wa ana rabbukum fa'buduna fattakun. Nësa unë jam Zoti juaj, keni frikë ndaj meje. Wa ana rabbukum. Pra e Ramazanit ta jep që të ndjenjë. Allahu dhul Xhelal thotë në Kur'an: "Innamal mu'minuna ikhwa." Me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Ndoshta bëm pak me bën këtë një shpjegim të shkurt. Burra duhet me ditë, duhet me pranu dashtëm zdashtëm. Vllazëria në Islam është vllazëria më e fuqishme. Më e fuqishme. Kam frikë nga njëherë se për shkak të rrethanave gjeopolitike, ku ta di unë, në sende, shpesh herë mundohemi për shkak nga njëherë, si me thonë, maslahateve që i shohim, dobive që i shohim për njerëzit tonë, që i përkasin do të një përkatësie, mundohemi nga njëherë me ngrit disa gjana do të më shumë do se sa që e kanë vlerën,
me orë ndoshta edhe në kontekst që me kontestue cila vllazëri është ma e fuqishme, cila lidhje është ma e fuqishme. Lidhja e Zotit është ma e fuqishme, kjo nuk ka diskutim. Po, ne jemi shqiptar, jemi një gjaku, jemi shqiptar një gjak, apo? Edhe do të luftojmë për vendin tonë, sepse është vendi jonë. Edhe këta e kemi dëshmu, hoxhallar në kryet popullit çdo herë. Prej Mollaj Idris Gjilanit të poshtë, do të hoxhallarët e kanë dëshmu që janë gjendje me dhonë çdo send për tokën e tyne, sepse toka është ujit me gjakun e dëshmorëve, është ujit me gjakun e besimtarëve dhe janë gjendje me mbrojt atë vend me çdo send. Mirë po vllazëria në Islam, vllazëria e fesë është vllazëri që ti e ke zgjedh vet. E ke zgjedh vet. Andaj kur e din që dikush, tash ju këtu në xhami po falni me marokane, me lloj-lloj të nacionalitete, por e shihni që kur e din që vllau jot e ka një besim, e beson Allahun Dhul Xhelal, një të pashoq, patmeta, e beson me besim drejt, e din që e beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e din që i don sahabët, e din këta, e din ata, kjo nuk ka ndryshe. Nuk ka ndryshe që është mos me dasht. Do të lidhja me to është lidhje e fuqishme, lidhje e besimit, lidhje e shpirtit. Për arsye Ramazani na jep këtë ndjesi. Pra që na jemi dikushi, jemi një ymet i madh, miliardë sa, edhe do të ndjenjën e krenanis na jep Ramazani. Pikë tjetër shumë e rëndësishme që mësojmë për Ramazanit është pastrimi i shpirtit. Pastrimi i shpirtit, e ky pastrimi i shpirtit bëhet përmes lanjes së gjunaheve, mëkateve, largimit prej gjunaheve dhe arritjes së sevapeve sa më shumë. Çështu pastrohet zemra dhe shpirti. Dje përmendëm pra me lanjen e gjunaheve edhe me përfitimin e sa më shumë të sevapeve. Si arrihet kjo? Përmes disa haditheve e kuptojmë këtë çështje. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ju është drejtuar trive, djemve tri. Vesh trive ju ka drejtuar me këtë hadith, ja ma'ashara ash-shabab, o ju djem tri. Men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kush prej juve mundet me u martu, le të martohet. Fa innahu pse u martu, fa innahu ghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, sepse martesa e ruan synin dhe e ruan nderin. Wa man lam yastati, e kush prej juve nuk mundet me u martu, s'po mundet, si ka kushtet, çka me bë? Fa alayhi bis-sawm. Let agjeron, fa innehu lehu wija. Nga se agjerimi për të është mburoj. Agjerimi për të është mburoj. Pra, po e kuptojmë për këtë hadithi që agjerimi do e mos, mirë domosdoshme të nal prej gjunaheve. Dietarët e kanë shpjeguar shumë interesant, po kam qef me shpjegu dhe para juve. Qysh agjerimi, pse agjerimi do thotë është e ka këtë efekt që gjatë agjerimit nuk shkon mendja fort për gjunahe, nuk shkon mendja. Nuk ki, si më thonë, gatishmëri, do të janë mundu me shpjegu edhe mirë fizike dietar këtë aspekt. Përveç që është Ramazan, e shejtnia këto, kanë thonë që e kanë lidhë me hadithe. Ka thonë pejgamberi alayhis salam që shejtani ecë në trupin e njeriut me xhredem, qysh ecin do të gjakun ndamar të trupit. Ecë shejtani, e bën punën e vet, vezvese, brenda. Apo e gjatë agjerimit kur je lodhë, kur do të je rritën e jetën, ecja e gjakut a është e shpejt? Ja, më ngadalshme. Gjaku ecën për trup, më ngadal. Edhe shejtani ecë më ngadal. Edhe ai efektin e vet e ka më të vogël. Për atë arsye, gjunohet në Ramazan nuk janë të njëjta sikur gjunohet jashtë Ramazanit. Sepse është rregull. Sa më i madh që të jetë faktori që të shtyn ka e keqja, qaq më i madh është shpërblimi nëse e lën çat gjuna. Në dritë, apo do të epshi, fuqia, forca, janë shumë të mëdha. Për atë arsye, nëse i riu e mposht këtë fuqi negative dhe është në rrugë të Zotit, atëherë shpërblimi i tij është shumë i madh. Plesh përpara të na kanë thonë, namazi i triut është sikur dita e diellit, e namazi i atij që është në mosh është sikur se poshtë elektrik. E kanë pas, ku e di këtë shpjegim e kanë bëu interesant. Pse? Sepse thirrsi për të keqë të i riu është shumë i fuqishëm.
E i riu ja ka kthy shpinën. Edhe e kundërta, sa më i vogël tjetë, sa më i dopt tjetë thirrsin të keqe, aq më i madh është gjynoji nëse e bën. Këtë rast, në Ramazan, shumë dopt puna është, shumë liksht, pa buk, pa ujë, i lodhën, ku ta diun, gjaku nuk hedh shpejt, shejtani nuk o ka ndikon te ti, edhe çosh me bu gjino? Shkon këto. Në qabe për shembull shkon, që është pa imagjinueshme. Në qabe në vend shejt, para qabës ku ta diun, edhe aty me rrejt, me shame, ku ta diun, shkon. Do të thirrsi, faktori që të ndikon kjo është shumë i dopt. Hiç nuk bën aty, nuk bën me të shkuas mendja për gjino. E nëse bën, pra gjinoji është më i madh. Për atë arsye edhe kanë ikë sahabët për Mekës. Një fakt që pse do të kur është studiu pse sahabët nuk ka shumë Mekë, ka pas më pak. Kanë shku në Kufe, kanë shku qela ka. Pse se përveç që është problemi shumë i madh, 100.000 namaza aty do të me namaz, aty edhe dënimi është më i madh. Sa aty jemi në shejt, aty është harem, aty ki kujdes. E gjata pak këtë pikë, po Ramazani pra është, si me thonë, e mbron njeriu prej, e pastron zemrën, e pastron shpirtin, e largon pi gjunohave edhe i jep do të e ushqen shpirtin me adhurime. Ka në hadith tjetër, pejgamberi sa thot, idha asbahatukum yawman sa'iman, kur dikush për juve është agjërueshëm, fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Thot kur dikush për juve është agjërueshëm, mos flet fjalë të kota, fjalë të liga, të ulta, edhe mos vepron me ignorancë. Mos vepron me ignorancë. Nëse dikush e provokon me fjalë edhe e thyn, çka më thon? Falyaqul inni mru'un sa'im. Le të thot unë jam agjërueshëm. Le të thot unë jam agjërueshëm. Pra, agjërimi e shtyn njeriu me u largu pej gjërave të irritume. Një hadith shumë i rëndësishëm këtë temë, e që është mendoj që duhet më fokusu pak në këtë pikë, pejgamberi alayhi salatu wasallam thot: "Men lam yada qawla az-zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk e lën gënjeshtrën dhe këtë çka ka të bëjë me gënjeshtër, mashtrime, trillime, ku ta diun, thot Allahu nuk është i nevojshëm që ai me lon ushqimin edhe pijen e tij. Allahu dhul xhelal nuk ka nevojë na me lon ushqimin edhe mu maltretu edhe mu torturu. Jo. Qëllimi është me na mësu neve agjërimi që me i lon gjanat e ndarume. Do t'i kthejmë kësaj pike pak ma vonë, sepse është se më thonë spjegohet pak ma thellë. Në rregull, prej mësimeve tjera të Ramazanit, të ninimit, është se e ka lidh besimtarin dhe e mëson dhe i kujton virtytin e falëndërimit ndaj Zotit xhel xelalu. Pra, se më thonë janë ngjall atë ndjenjën që me falëndëru Zotin e Madhëshëm. Pse? Po momenti kur je i uritën, kur i ki barkun zbrast, kur e ndin nevojën për me hangër buk, e për me pi ujë, e për gjëra të tjera, edhe nuk ki drejt, atëherë ty të vjen men, çka të ka me kon und edhe mos me mujt me hangër. Se ndoshta burra, ndoshta ka njerëz në këtë dynjë që vinë këtë dynjë, edhe dalin për dynjas, edhe kur nuk e kanë ditë, kur nuk e kanë përjetu, çka është më kon i und. Nuk e kanë përjetu kur. Se kanë pasat kur, për shkak të mirëqenies që kanë pas, standardet që kanë pas, kur njëtën e ty nuk e din, për atë arsye dhe nuk është në gjendje ai mu solidarizu me tjetrin. Nuk është gjendje nja kuptu varfnin dikujna. Nuk është gjendje. Pse çka është ajo? E Ramazani ka ardhur sepse po mos ishte Ramazani, që hipotetikisht po e zojmë s'ka nim në fen ton, do të ka mundësi dikush për një pjesë e njerëzve mos me ditë hiç çka është puna e uris. Nuk e din. Ramazani ka ardhur në mënyrë detyrueshme. Edhe ai që është pasanik dhe që i ka tëna mundësit, edhe ai duhet patjetër me nejt und edhe me nejt e mja ditë fukaras. Por e kjo çka bën? Kjo e ngjall ndjenjën e falënderimit. Thonë ja Rabbi, faleminderit. Elhamdulillah. Për dhuntin e ushqimit, sepse burra një diçka që është e rëndësishme mu ditë. Shpesh e them, armiku më i madh i insonit është rutina, përditshmëria. Është armik i msheft që nuk e kupton.
bjen, se më thonë, në diçka që është e përditshme, është rutinë, është normale, normaliteti. Me i bë gjanat normale, me i normalizu do gjanat, është shumë e rrezikshme. Pse? Se nuk ja din vlerën të kundërtës. Na tash për shembull jemi shëndosh mi rahat që 3-4 vjet s'ke pas as dhimbje koke na s'ke pas. Jera me një normalitet, jera me një rutinë që nuk je ka ja din vlerën shëndetit. Ja, nuk ja din vlerën. Vetëm atëherë kur smuhesh, vetëm atëherë kur të dhem dhomje, kur të dhem kryte, kur të atë që atëherë thuj ja Rabbi. Për atë arsye kanë thonë disa prej komentatorëve kanë thonë gjendja më e mirë e insonit është ajo gjendja më njëhershme më njëherë pas smundjes, kur shërohesh. Një 3-4 orë, një gjysdite kur shërohesh, që ajo gjendje është më e mira në jetën tënde. Që aty e një vetën që je do të me një fjalë më i miri, më i begatuar në dynjë. Moment më njëherë të nesër në kur qohesh në mëngjes e harron xhekun këtë. E harron xhekun i smut edhe fillon atë rutinën e nuk e ndjen. Andaj edhe Ramazani pra e bën besimtarin me undi që do të me tjetë me solidarizu me tjetë edhe me falendëru Allahun Dhul Xhelal. Koha po besoj që me kohë jemi edhe pak, po një pikë tjetër shumë e rëndësishme që besoj është shumë e rëndësishme. Ramazani arrin me e mbjell të njeriu, të ai agjërusi, fuqinë e vullnetit, me fuqizu vullnetin, dëshirën, ambicjen. Një pej smundjeve mundem me thonë kështu në shoqëni që shumë e përhapt, që njerëzit nuk kanë ambicie, nuk kanë vullnet, nuk kanë, do t'ju hub vullneti për punë, edhe ju hub vullneti për punë të harit edhe për të mira, edhe e hupin besimin, pra humbja e vetë besimit. Njerëzit nuk kanë vetë besim. A e keni pa shpesh në për këto trajnime që po i bojnë tash për trit, sidomos për student, për nxënësa. Kur i bojnë ato trajnime, një prej pikave që shumë fokusohen to ata trajnuest, është që ti mundesh. Edhe është fakt se njerëzit e suksesshëm çdo herë kanë qenë ata që kanë qenë të bindur që unë ja dali. Do të kanë pas vetbesim. Kuptohet, na tash po flasim për vetbesim të tepruar, që masane me shku në shkatrim edhe me humbë çdo për shkak të vetbesimit që po në moj edhe pa i marrë sebepet. Një vetbesim i balancuar. E Ramazani çyshe mbjell çfarë ndjenjën e vetbesimit? E mbjell ndjenjën e vetbesimit, normal na jena të fol për pastrim të shpirtit. Na jena të fol për një tematik tjetër, e mbjell ndjenjën e vetbesimit sepse ka njerëz që thojnë nuk muj me lëmbë këtë punën. Pse bre po bën dohan, po nuk muj berohesh me lëmbë. Pse dikush është i varur prej rakis, prej alkoolit. Nështë edhe fal namaz. Nuk muj me lëmbë. Pse po gënjen, nuk u mësu tani jetën do të pse këto, pse ato, pse këto, pse nuk muj. Ramazani vjen edhe të thot o njeri. Ti nëse je në gjendje, nëse je në gjendje për një muj ditë, me elon ushqimin, bukën, edhe ujin, edhe qefin, gjana që janë mënyrë fiziologjike të mbjellun atë insoni, ja ka mbjell Zoti Xhela Xhelalu insoni dashnin për to. Ja ka mbjell. Je i natyrshëm i don, po je në gjendje me lon, me hek dorë për tyne, që jo natyrshëm, e gjanat që ti ja ke ngjit vetës, që në fakt nuk janë natyrshme ato hiç. Gjana që ja ke ngjit vetës, ti ja ke ngjit vetës, ato janë të ardhurna te ti, ti nuk e lind do të me ato të këqija. Ja ke ngjit vetës, gjana që ja ke ngjit vetës ti s'mund milona. Ramazani ç'është të thotë? Ramazani thot pikërisht ashtu. O ti njeri, ti ke gjendje një muj ditë gjatë verës, gjatë ditës gjatë, ke gjendje me lon bukën edhe ujin e to, e s'po mund, pse po kallosh i dopt. Veç ambicie, vullnet, e Ramazani ta ngjall çta. Edhe Zotën edhe kjo është e dëshmuar. Kjo është e shifët. Sa njëri ka thonë, ja, për Ramazanit, hoxha, për Ramazan viti 2020, kur më këta. Vullnet, shpesh njerëzit kanë pesimizëm nuk mundet, ose mos s'kan besim për 5 vakte më falën dite. Jo, bre, po qysh 5 vakte? Habiten. Qysh aty kurs harronish çdo 5 vakte i fala? Çat do janë jashtë, saqë ata mendojnë që mund më harru njëri kanë do të mos qysh bën më 5 herë më falën dite. Mirë po, interesante është kur hyn namaz, të na thojnë ku qysh pas një mujt me jetu na pa namaz.
Çashtu është. E Ramazani pra është kjo që e jep këtë fuqi. Edhe e fundit, hoxha, se e zota apo do të pak shumë, është se Ramazani e rrënjos thellë edhe e rikujton besimtarin me ditën e gjykimit. Me ditën e gjykimit. Pra, shpeshherë na si besimtar normal, si besimtar e kemi në hatër mirë, po nga një na ik pi hatrit. Na ik pi hatrit puna e ditës së gjykimit, puna e llogarisë, puna e ballafaqimit në botën tjetër, e Ramazani vjen edhe na i rikujton. Çish na rikujton? A ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Lis-saimi farhatan." Agjëruesi ka dy shpërblime. Dy gëzime, falni. Dy gëzime. Gëzimin kur bën iftar, edhe që kjo është subhanallahu. Ky që ky hadith mundet më konsideru njëri prej haditheve që janë mrekulli që vërtetojnë pejgamberllëkun e Muhamedit alayhis salam, profecinë e Muhamedit. Është hadith mrekulli, mucize do të. Pse? Se ka thonë pejgamberi do të agjëruesi ka dy gëzime. Një gëzim kur bën iftar, që kjo është e dëshmuar me burra. Qysh e ka ditë domethënë pejgamberi që agjëruesi ka gëzimin e iftarit. Edhe kjo është diçka që përjetohet, nuk mohohet. Pra në gëzimin e parë është kur bën iftar, edhe gëzimin e dytë e ka kur ta takon Zotin xhella xhelalu, e gëzohet me shpërblimin e madh që ka kur është Ramazani çka bën. Kur është Ramazani çka ka bën me to, çka ka bën me punë të këqija ti që i ka bërë t'ja hek, t'ja fshiket. E shpërblimet e mëdha ato ngrin në xhenet, ai gëzohet me agjërimin e tij. Edhe shpreson se kur ti shkon krejt ymri agjërim. Gjithashtu agjërimi është dëshmitar, ndërmjetësues. Ditën e gjykimit Allahu dhul xhelal i lejon do të gjanave caktuar me ndërmjetësu për besimtarët. Do të në këtë rast edhe njerëz ndërmjetësojnë me një tjetrin, po në këtë rast edhe agjërimi ndërmjetëson edhe Kur'ani. Pejgamberi sa ka thonë: "Innal as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah." Agjërimi edhe Kur'ani ndërmjetësojnë te Zoti xhella xhelalu ditën e gjykimit. Ndërmjetësojnë. I ki avokat që kanë me fol për ty. Çka thot? Yaqulu as-siyam, agjërimi thot: "E ja Rabbi, o Allahu im, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar." E kum pengu pi ushqimit edhe pi qefeve të tij ditën. Unë e kum pengu. Sebeb meje, agjërushëm, sebeb meje ka bëu këto. Fashfi'ni fihi. Bënë mund ndërmjetësues për ta. Unë po ndërmjetësoj taj. Po dëshmoj. Wa yaqulu al-Qur'an, edhe thot Kur'ani: "Mana'tuhu an-nawma bil-layl." Ja Rabbi, ja kum pengue gjumin natën. Pra ka bu namaz me hifzin që ka pas, me Kur'anin që ka pas, ka bu namaz gjatë natës dhe nuk është rahatu dot, është lodh. Fashfi'ni fihi, në bëm ndërmjetësues, thot qal Fejushafa'an, pranohet ndërmjetësimi i tyre. I bën kabull Zoti Kur'anin edhe agjërimin për ndërmjetësues për tyre. Andaj kjo është një diçka që na ngjall neve ndjenjen për ditën e gjykimit edhe takimin me Zotin xhella xhelalu. Ka shumë mësime që janë të panumërta shpeshherë, po ne po fokusojmë për shkak të kohës. Allahu ju shpërbleft për sabrin, për durimin.